Zenepi, paqja qoftë mbi të, dhe roli i saj historik në Kerbela. Zonja e madhe Zenep është nga shembujt më të mëdhenj historik, që tregojnë rëndësinë dhe madhështinë e pranisë së një gruaje në një nga çështjet më të rëndësishme historike, ku thuhet se në Ashura gjaku fitoi mbi shpatën. Vërtet, kështu ishte. Faktori i këtij triumfi ishte Zenepi, paqja qoftë mbi të. Përndryshe, gjaku në Kerbela përfundoi. Ngjarja ushtarake përfundoi me një disfat të dukshme për palën e së drejtës në fushën e Ashuras. Dhe ajo që e shndroi këtë disfat të dukshme në një fitore të plotë dhe të përhershme ishte pikërisht Zenepja e madhe, paqja qoftë mbi të. Roli i saj ishte tepër i rëndësishëm. Kjo ngjarje tregoi se gruaja nuk është në margjinatin e historisë, por në zemrën e ngjarjeve më të rëndësishme historike. Edhe Kurani flet për këtë në raste të shumta. Por kjo është e lidhur me një histori të afërt, jo me popull të lashtë. Kjo është një ngjarje e gjallë dhe e ndjeshme, ku njeriu sheh Zenepin, paqja qoftë mbi të, që të shfaqet në një madhështi të mahnitshme në fushë dhe me veprimet e saj, e porsiron armikun që në dukje kishte fituar fushë betejën dhe kishte shtypur opozitën, duke u ulur në fronin e pushtetit, ja vulos ballin me një dam turpi të përjetshme. Ja kthen fitoren në disfat. Ky është veprimi i së madhes Zenep. Ajo tregoi se mund ta kthejë mbulesën dhe ndershmërinë e gruas në krenari të vërtetë dhe në një xhihad të madh.